Për ata që se dëgjuan Barsoletën të live se na shkëputi live një telefonat, do ta tregoj në video dhe dëgjoni për ata që nuk ishin, ta dëgjonin. Ishte lumja ngeli pa martuar nga kërkesat e tepërta që kishte lumja dhe avash po vendit e 40-at. Edhe nuk pranonte domethënë martesën, jo kishte shumë ankesa dhe kërkesa gjithashtu. E ne se u detyrua familja, i gjetën një burr lumes me shkusi. Edhe i thanë, kemi gjetur një burr, tha, po vetëm se ka një problem. Qa problemi? Tha, është me dy kështu, tha, me dy hajdare. Po hajta lumja tani, s'ka gjë, tha, se ngela fare. E ne se vende natën e parë të martesës, edhe vete kjo me burin, maron punë mirë, i thot lumja burit, përri, po atë tjetërin ku e keti, tha. Qa i thaj, po atë hajdarin tjetër. Thaj, po ja, tha, gjitoni im, tha, kishte problem serios me nusën, tha, edhe ishin gati për ndarje dhe mua me erdi keqta dhe ja dhash, tha. Po ti, tha, mos u mërzit, tha, sot ta marr mbrapa prapun, tha. E mirë, tha lumja. Priti lumja 1 javë, 2 javë, 3 javë, se zinte gjumi lume natën e ande kurioziteti. Edhe i tha, ore, tha, do ta marrësh atë veglën mbrapa? I tha, po ja, se do ta marr, tha, mos u mërzit. Priti prap kjo hiq. Një ditë lumja, e kupton? Ishte kështu. U ngrit me kaca boj lumja që në pikë sabat. Një të veshur, një të pispillosur lumja, një të krekosur edhe vap. Te gjitoni. Dang, 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 dang derës. Pa, del Nazifi. O, lume, i thot Nazifi, si dukesh mirë, që mirë të soli këtej? Mirë, i thot lumja, kam ardhur të marr veglën e burit tim. Ashtu, i thot ky, Mirë, thot ky, hajde sot aja pun. E fut lumen brenda ky, edhe pap, e hedh lumen matan ky edhe fillon. Ja ne, si ti donte shefi lumës. Maron pun lumja, ashtu tër nerva, e kupton? Ishin ngritur kaca bujnë lumës, zot o zot, vjen burri në shtëpi. Sa hyn i shkretit e dera. A legeni muti, tha, erdhe ti, tha, e prure kokën. Qa ke, thaj? Po ti, tha, atë më të madhin i kisha dhënë Nazifit, tha? Qeshni ju tani se kjo tjetra po zgërdhijet.